Partia Demokratike Dega Vlorë zhvilloi këtë të diel zgjedhjet për kryetarin e ri të partisë. Procesi i votimit u zhvillua në ambientet e Selis Blu në Skel dhe nisi në orën 8 të mëngjesit. Nadire Meçorapaj dhe Darling Banushaj janë dy kandidatët që garojnë për postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Vlorës. 1500 antar kishin të drejtë vote për këto zgjedhje. Interesi i demokratëve ishte i lartë dhe kjo gjë u duk tek pjesëmarrja e demokratëve në votime. Këtë fakt e konfirmojnë edhe drejtuesit e qendrës së votimit. Po, procesi ka nisur shumë mirë, ka nisur rreth orës 8 të mëngjesit. Janë 1500 antar të Partisë Demokratike me të drejtë vote që duhet të votojnë. Procesi po ecë normalisht dhe shumë i qatë. Problematikat atëre, ne kemi marrë një proces verbal, të gjithë antarët e komisionit, ata që njihen bodorisht janë antarët të Partisë Demokratike, por një lapsus që nuk gjen emrin në listë, i kemi marrë dhe kanë ushtruar drejtin tyre për të votuar. Po, jemi të kënaqur me pjesëmarrjen, sepse deri në këtë orë ka pasur pjesëmarrje. Antarët e Partisë Demokratike të Vlorës e cilësojnë një proces transparent dhe shumë të rëndësishëm për drejtimin e degës. Sipas tyre, këto zgjedhje nxjerrin Partinë Demokratike më të bashkuar se kurrë për të arritur rezultatet e pritura në garat elektorale. Po ditë e mirë është, me thënë vërtetën, ditë e mirë dhe opozita duhet të ngrihet në këmbë, duhet marrë të drejtat e saj që janë mohuar deri tashti në politikën kombëtare. Dhe të dëgjohet zëri. Unë mendoj që është gjë normale kjo. Ky është proces vërtet i rëndësishëm. Po Shqipëria është në kolaps e tërë. Shqipërinë ka mbërthyer pe gryke një bish, një Godzilla, një njeri pa parë ndonjëherë. Po nuk u pastroi Shqipëria nga sigurimi i shtetit. Dhe nga ata që janë futur në për parti, që bëjnë akoma punën e sigurimit të shtetit, Shqipëria do mbetet të kushtë. Suksese për këta që duhet sot. Faleminderit televizionit. I rëndësishëm është për Partia Demokratike duhet fitojë kur thonë se duhet të bëjë pastrimin në veten e saj. Partia Demokratike. Unë kam 20 e sa vjet kryetar partia e zonës, edhe nuk janë gjëra të mira. Të jetë më e bashkuar. Është përçar shumë Partia Demokratike. Duhet bashkohet sa më shumë që të fitojë. Është një proces që është i domosdoshëm për Partinë Demokratike, e cila duhet të ecë përpara, fryma e re e të gjithëve. Në procesin këtu e shikojmë me kandidatat shumë të mirë, që të dy janë shumë të mirë, të dy të mrekullueshëm. Po. Pasi ne votojmë një kandidat dhe Partia Demokratike me këta duhet të kemi shumë gjëra më të mira. Po është një proces demokratik që duhet zgjidhet njeriu që meriton. Procesi po zhvillohet i qatë, me pjesëmarrjen e gjithë antarëve të Partisë Demokratike. Votimi është i lirë, gjithë secili shpreh dëshirën e tij kryetarit të Partisë Demokratike Dega Vlorë. Jemi optimistë se do të zhvillohet qeta pa probleme. Procesi është normal, si gjithmonë, PD-ja voton gjithmonë në kushte demokratike, pa shtrëngime dhe pa ndërhyrje. Votojmë që të forcohet sa më shumë Partia Demokratike. Kandidatët i kemi të dy të shkëlqyer, edhe i urej suksese më të mirit. Edhe Partia Demokratike inshallah me suksese në gjitha drejtimet. Zgjedhjet në Partinë Demokratike të Vlorës u zhvilluan pas prej më shumë se një viti, ndërkohë që kjo forcë politike drejtohej nga drejtuesi i komanduar Hysni Shara, pas dorëheqjes së Atir Hoxhës, që kandidoi për deputet.